Elton Iliriani ka publikuar një video të parashivis imagut gjatë sofrës së Kavajës, ku këngëtarja u nderuar me titullin qytetar nderi i Kavajës. Ai gjatë videos tha: "Parashivis imagu është gjithmonë kënaqësi të kem pranë. Sonte është një ditë e veçantë sepse është sofra e Kavajës dhe kavajësit e tu duan që ti t'u japësh një përshëndetje." Në fjalën e saj, Parashivia tha: "Është bërë gati një vit që kur dëgjova Fisnik Qosjen, një djalë aq i hishëm, si zogju trembur, mori Elton Iliriani dhe i tha: "Çfarë të bëj për Parashivin, të lutem? Më thuaj." Edhe më ka ngelur në shpirt se gjithë këto kohë që jam rikuperuar nga gjithë këto ngjarje që ndodhen, dua ta falenderoj për këtë nder të madh që më ka bërë sonte. Të falenderoj me gjithë shpirtin që më dhe mundësinë të tregoj që jam kavajse, sepse mund të nxjerrësh Parashivi nga Kavaja, por nuk e nxjerr dot Kavaja nga Parashivia. Jam me ju me gjithë zemër, me gjithë shpirt." Ajo kujtoi se ka nisur të këndojë që në fëmijëri, duke u mësuar nga ngjyshri dhe daja e saj, dhe më pas u prezantua për herë të parë me maestron e madh Recep Asimin, përmes të cilit mësoi të ruajë traditën muzikore të Kavajës, të cilën e konsideron fisnike dhe me rrënjë të thella. Parashivia theksoi se edhe mësuesit e saj fisnik si Terezina Levi dhe provat që bënte me ta, si dhe mbështetjen që e ka marrë gjatë gjithë karrierës. Edhe pse kam kënduar kudo në Shqipëri dhe botë, thelbi i mbetet shpirti dhe tradita e Kavajës, të cilin e përfaqësoj me thjeshtësi dhe përkushtim, deklaroi ajo. Parashivis imagu përfundoi: "Guri rënd në vend të vet, themi ne, kështu që unë akoma jam kavajsja, pavarësisht sa kam kënduar kudo, në Shqipëri, në botë dhe këtu. Gjithmonë kudo që shkoj përfaqësoj Kavajën me atë thjeshtësi, me atë ndershmëri, me atë kënaqësinë që i ka dhënë kënga popullore të gjithë shqiptarëve. Kështu që i qofsha fal, si të them, djepi që më ka lindur dhe rritur kavajse." Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.